Pjesën e parë, po të themi që si mund të jesh në politikë, si mund të jetë politikë, si mund të bësh për fushat dhe fitosh, kur i thuaj gjysmës shqiptarëve që votojnë opozitën çyryk. Nuk e kam thënë kështu. Nuk e ke thënë kështu. Nuk kam thënë kështu. Ne kemi parë gjithë që është kështu. Dhe e dyta, gratë janë në takime, 2 javë përpara se e kishe me gratë gjithë çdo takim një javë rresht, qeshnin dhe duart po kisnin. Po patjetër. Si për burrat e tyre që janë çyryk. Moj zotri. Ky është tmerr. Do trokasi nga e keqja. Po pse nuk më ndjek? Unë thash diçka komplet tjetër. Thash që ne jemi partia më e mirë dhe unë e kam bindje këtë. E tregon një fakt që 56% e grave në Republikën e Shqipërisë votojnë për ne. Dhe unë besoj që gjykimi i grave është shumë më objektiv kur vjen puna tek politika, sepse gratë janë shumë më pak tifoze. Burrat janë shumë më tepër. Gra që janë më keq se burrat e Po një sekond më tani, unë s'po them kaca gra që janë më keq se burrat. Po s'po them këtë, kaca gra. Unë po them në tërësi se kur themi populli, marrim një tërësi gjykimi, pastaj brenda popullit ka lloj-lloj patjetër. Po kur gratë nuk janë tifoze, janë më të distancuar në tërësi, po them. Kaca gra që shkojnë në stadium ka, që thyjnë karrige po nuk është karakteristika e tyre. Burrat janë shumë më tifoz. Dhe thash, kurse tek burrat thash, kjo diferencë është më e ngushtë. Sepse thash, gjysma domethënë është me ne, pak më shumë se gjysma, pak më pak se gjysma është me kënetën. Dhe dihet thash që gjysma është çyryk. Dhe patjetër unë e besoj këtë gjë. Dhe nuk është çështje çyryk është në jetën e tyre private, është çështje politike. Se unë mendoj, lërë opozitar, nuk e kam me mua. Ata mund t'jenë opozitar me mua, edhe mund... Një minut. Jo, kështu, ata janë opozitar me ty. Ti thua gjysmak, atëre po ta them më të opozitëve të opozitë. Unë nuk i jap, shiko, juve keni bërë një gjë të gjithë. Ju i keni dhënë një status të veçantë Bufit. Do me thënë, juve keni pranuar. Duhet fare me kam mendjen time, kam shqyrtimin time, po ç'të Bufin me kënaqë, po them çfarë, ç'lidhi unë s'kam fare. Jo ti personalisht, jo. Ti po. Po them, i keni dhënë një status të veçantë Bufit. Pse? Sepse në qoftë se do ishte një njeri tjetër, unë nuk diskutohet një. Se me që më thej që duhet thuash buf, po buf politik, po unë kur dola thash autizëm politik, janë autik politik, mu hodhën të tërë. Muhodhën të tërë. Autizmi politik është koncept. Po, është tjetër. Po, edhe unë kërkoha ndjes. Po imaginon ti mua një dit të vetme të dalë edhe të flasë si bufi, po e di qa bëhet tu. Dhe do t'ishte e drejt që të bëhe, me thënë drejt. Shatë opozitës ka qenë kjetë si vjetë. Jo, po flasë për... agresivja... Të lutem, mos mbetemi në territorik. Po flasë... Sepse do të na marrë kryeministri... Po vite këqyryku, do më thëmë, për mua, të shkosh mbrapa bufit të kënetës, i bie mos jesh, të jesh gjysmak politikisht. Po pa tjetër, më. Ti ke 12 vjetë në shtetë. Jo, po, shikota. A i tjetëri ka 12 vjetë në opozitë. Ky ka 12 vjetë në shtetë. Ky tani i konsideron dhe gjysmak. Ka përgjithësi si qeverisë në ky vend. E kupton gjysmë demokracisë, gjysmë pluralizmit dhe votuesit që i ka kundër gjysmak. Po ç'është kjo? Një sekond. Ore ndiqe Shqipen. Unë nuk them kush nuk më voton mua është gjysmak, më. E kupton atë? Kush voton atë? Jo kush nuk më voton mua, jo sepse duhet, po sepse është vërtet të mos jesh në gjendje të gjykosh pastër politikisht, të shkosh mbas bufit këne, voto këtë duash, më ka tjerë plot, ka plot, mos voto fare, dil bëj një parti tjetër, dil bëj revolucion, bëj qatë duash, po të pranor të legalizosh atë lloj qasje, që është një qasje monstruoze ndaj kulturës shqiptare, ndaj mënyrës të folurit shqip me tjetrin, pa respektuar asnjë etik, pa respektuar asnjë norm, ti ndash njerëzit kush është me mua është qëndrestar, kush do tjetër është mafios, është kriminal, po le tani, kjo është merr. Po flasim për 12 vjetë. Ajo ndryshim se kemi dhe drejtsinë dhe SBA, kështu që si 12 vjetë 13 vjetë. Mandi. Si 12 vjetë 13 vjetë. S'ka si 12 vjetë. Është kandidat për kryeministër burri botës, po.
një njeri që nuk ka më as kthjellësi mendore është kandidat për kryeministër, e kupton ti apo? Dhe juve keni legalizuar atë opozita. Cila opozitë? Qelsat e shtëpisë I ketë. Cila opozitë? Ti menaxhon paratë. Tona, ti menaxhon marrëdhëniet e shtëpisë me jashtë. Ti merresh me gjuhën pse është I kthjellës. Jo merr me ju, me gjuhën po. Merr me ju. Jo me ju. Po flasim këtu. Se diskutues më hapët ju apo bisedë. Ti po merresh me vendimin, bindjen politike, ideologjin e një opozitari që voton Sali Berishën. Ç'të duhet ty ti je mazhorancë, po ti duhet përgjigjesh. More un po. Pse jo ç'të duhet. Jo vetëm që s'të duhet, po ti edhe e fyen dhe e shan. Ky është problemi I demokracisë. Këshaj. Këshaj.